Besar Talia nga Bashkimi Demokratik për Integrim përmes një konference për mediat theksoi sot se komuna e Çajirit është shndruar në një vend të rrezikshëm për të jetuar dhe për të rritur fëmijët. Besar Talia nga kjo parti tha se kjo situatë në Çajir është si rezultat i neglizhencës së kryetarit të komunës që, siç tha, ka zhdukur çdo ndjenjë përgjegjësie dhe llogaridhënie. Çajiri është bërë një vend i rrezikshëm për të jetuar dhe për të rritur për fëmijë. Përveç kaosit urban, betonizimit dhe papastërtisë gjithandej, tashmë i kemi edhe kabllot elektrike të rëna për tokë, të cilat e kërcënojnë drejt për drejt jetën e qytetarëve e veçanërisht jetën e fëmijëve. Kjo situatë është rezultat i drejt për drejt i neglizhencës së kryetarit të komunës Visar Ganiut, i cili në vend që të kujdeset për sigurinë e banorëve, ka zhdukur çdo ndjenjë përgjegjësie dhe llogaridhënie që ka ndaj tyre. Qytetarët tashmë atë po e kërkojnë tek njerëzit e humbur, për shkak se ai dhe klika që e kontrollon atë e kanë shndruar Çajirin në një komunë të pamenaxhueshme përmes korrupsionit masiv dhe shpërfilljes totale që kanë ndaj problemeve të përditshme të qytetarëve. Kërcënimi i jetës së fëmijëve është një vije kuqe, andaj kërkojmë menjëherë të ndërhyjnë institucione kompetente dhe të parandalojnë një tragjedi të mundshme, njëkohësisht të mbajnë edhe përgjegjës të gjithë ata persona që e kanë lejuar këtë gjendje alarmante. Bashkimi Demokratik për Integrim do të vazhdojë që të denoncojë këtë papërgjegjshmëri dhe të mbrojë të drejtat dhe të sigurojë çdo qytetar të komunës së Çajirit.